Po që të vani, grashani, ako me glasate, që vino prap, shkollo, qeshmi, ako treba novi kuće që vi izgrada, zgradi që vi kupo. Edhe këta fëmijë duket se kanë vendosur të marrin pjesë në fushatë zgjedhore. Ata në mënyrë komike kanë realizuar një video promovim me premtimet e tyre. E për dallim nga këto fëmijë që ironizojnë me premtimet e kandidatëve, ekzistojnë raste të tjera ku bashkëmoshatarët e tyre po keq përdoren për qëllime politike nga persona ose parti të caktuara politike. Përdorimi i fëmijëve për të bërë fushatë është ndaluar me ligjin për mbrojtjen e fëmijëve. Në pikën 4 të nenit 11 të këtij ligji thuhet: ndalohet keqpërdorimi i fëmijëve për qëllime politike apo organizime dhe veprime fetare. Për përsëritjen e vazhdueshme të fenomenit të instrumentalizimit të fëmijëve për qëllime politike, ka reaguar edhe ambasada e parë e fëmijëve në botë me Gjashi. Nga dje kërkojnë që politikanët të kursejnë fëmijën gjatë fushatës zgjedhore. Duke u bazuar në konventat ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, por edhe në deklaratën e vitit 1991 e cila u soll nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, jemi kundër keqpërdorimit të fëmijëve në fushata zgjedhore. Kërkojmë prej të gjitha subjekteve politike të cilat janë kyçur në këtë fushatë zgjedhore që t'i kursejnë fëmijët nga keqpërdorimi i fitimit të poenave politik. Nga zyra avokatit të popullit theksojnë se keqpërdorimi i fëmijëve bëhet edhe nga vetë prindrit, me që dërgojnë fëmijët e tyre në përtubime partijake. Edhe përkundër apeleve tona të vazhdueshme që në kohën e cikleve zgjedhore fëmijët të lihen me një anë, të mos involvohen, të mos keqpërdoren si nga ana e kandidatëve të partive politike, ashtu edhe nga vetë prindërit, të mos i marrin me vete në mitingje dhe takime me politikanët, përkatësisht kandidatët. Edhe më tej ka raste ku fëmijët po keqpërdoren me çka veprohet në kundërshtim me interesin më të mirë të fëmijëve. Nga ana tjetër, politikologu Gjeni Sulemani thekson se përsëritja e këtij fenomeni qëndron në mungesën e sanksioneve për partitë që bëjnë një gjë të tillë. Mos funksionimi i ligjeve, mos zbatimi i sanksioneve krijon një hapësirë që në zgjedhjet në fushatën zgjedhore të paraqiten fotografi ku mund të shohim fëmijë që propagandojnë ngjyra të ndryshme partijake. Kjo normal që mund të ndërprehet vetëm në moment që aplikohen sanksionet dhe partitë morrin leksionin e merituar. Ndryshe, deri më tani në asnjë fushatë paraprake nuk ka pasur ndonjë rast kur një subjekt politik apo e personi caktuar është sanksionuar për shkak të keqpërdorimit të fëmijëve në fushatë parazgjedhore.